Po, dhe nëse flasim për banorët e tjerë, Redion duan patjetër të pyes edhe për Mirin dhe Selinën, një mendim nga ti për relacionin e tyre. Super strateg, super të gjetur për njëri tjetrin, ka gjetur si thuhet në gjuhën e popullit të nxjerrja kapakun në thelbin që janë dy lojtarë të zgjuar që din ku të provokojnë, din se si ta luajnë lojën. Është Selina ajo tani që e ka zgjeruar atë lojën e saj, jo vetëm i mirë, por ka përfshirë edhe Mateon, e pa mbrëm se sa u gëzua kur Mateo u rikthye dhe u bë meme që Miri shkoi hapi derën dhe pastaj qëndroi pas derës duke rënë derës me kokë. Është padyshim një lloj xhelozie që deri më tani po ai e ka arsyetuar si për efekt loje, jo për efekt ndjesie të brendshme, edhe pse që në ditët e para është përfolur që mund të kemi një lloj lidhje të Mirit dhe Selin, por ky i fundit është një burr i martuar, edhe pse në një bisedë që kishte me banorët ditë më parë, kur e ka pyetur gruan e tij, u shpreh Miri. Në pyetjen e dytë, a mendon që duhet bëj gjithçka në Big Brother? Ai e tha, bëj, nuk më rruhet, pak a shumë kështu shpreh Miri. Pra do të shikojmë nëse do të kemi këto thyrjen e tabus, edhe pse të dy shprehen ndryshe, por veprojnë ndryshe. Më së shumti është Miri ai që ka një lloj xhelozie, edhe pse mbrëm u tentoi që ta shpjegonte si një lloj xhelozie për Selin, që të mos e marrin të tjerët si lojtare pasi e do në krahun e tij, por ka dhe një lloj xhelozie që i vjen nga pëlqimi që ka për Selin dhe kjo është e kuptueshme. Po, dhe Redion është në një situatë që po komentohet goxha shumë, po flas këtu për Kesin dhe lidhjet e tij, dhe sigurisht edhe ndjesitë që ai po u sjell vajza aty brenda. Si e sheh lojën e Kesit? Është lojë këto i keq po bën Redion? E shoh pikërisht siç u shpreh dhe Stenaldo, që mos e pafshin më në ekran. Është një shembull shumë i keq, një shembull se si mania për të qenë në ekran të çon ty të përdorësh edhe të bësh këtë fake love story, të luash me ndjenjat dhe është bërë shumë e bajatshme me një emision si Përputhen që po jep këtë shembullin e keq të një reality show ku ti duhet do e mos të kesh të turistnin dhe këtë pushin për të goditur, për të krijuar situata fake edhe për të kaluar saj tek një femër tek tjetrën. Ishte Kesi ai që disa prajme më parë i bëri një surprizë në studio Stelinës, më pas në ato prajme u fut edhe Ina, la Stelinën, u përkapet me Inën, të dy janë në nominim dhe është një nominim shumë i fortë pasi kemi të bëjmë me dy çifte, është Selin Miri, është Kesi Ina, është edhe një banore tjetër. Shikojmë se kush do të dalë, por besoj që më e rrezikuar dhe që nuk e ka simpatinë e publikut është Ina, por për efekt loje u la edhe këto ditë për të parë se sa deri ku do të zhvillohet dhe se sa të lehtë kanë për ta hedhur poshtë fytyrën e tyre për të qëndruar edhe disa ditë më shumë në Big Brother. Po, dhe nëse rikthehemi pak dhe i komentojmë dhe diskutimet dhe zhvillimet që kemi pasur edhe këtu në Kosovë, Redion ka pasur tema të ndjeshme dhe di që i ke përqefi lojën e Alpës. Kështu që po nisim me lojën e